thirri ftoi të afërmit e tu, ashtu si veproi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu i tha pejgamberit: "Wa anzir ashirataka al-aqrabin." Fto fisin tënd më të afërt. Vëllezër dhe motra, kjo nuk ishte thjesht një udhëzim. Ishte fillimi i thirrjes në Islam hapur, nga zemra dhe nga familja. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i mlodhi të afërmit e tij dhe me dashuri u tha atyre: "Thoni La ilaha illallah dhe shpëtoni." Ky ajet na mëson diçka të thjesht, por të fuqishme. Cila është ajo që quhet e thjesht, por shumë e fuqishme? Thirrja drejt së mirës, hajrit, duhet filloj nga ata që i kemi afër, nga ata që i kemi më afër. Durimi, dashuria dhe urtësia janë çelësi i suksesit. Mos harro, s'pari vetës po i them, po edhe ty. Ti nuk je përgjegjës për pranimin e tyre, por ti je aty për t'i tregu atyne të vërtetën. Prandaj, fillo me zemrën tënde, pastaj me familjen, dhe do të shohësh se mesazhi i mirë përhapet me shumë lehtësi. Mesazhi i fundit është: çdo thirrje e mirë fillon nga të afërmit, ashtu si e filloi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.